valla, të cilët do ta kenë mundësi të ndahen nga jeta në rrethana normale. Edhe babai im, edhe babai ti, edhe babai tim, edhe një brez, domethënë një gjeneratë e tërë, një varg i tërë gjeneratash në Kosovë kanë punuar shumë dhe unë nga njëherë kur dëshprohem shumë se i shoh që disa procese mund t'i shtym më mirë dhe më shpejt, unë gjithmonë e gjej mundësinë, fuqinë time të angazhohem edhe 2 orë dhe 3 orë më shumë, sepse them babai im dhe gjithë gjeneratat e tjera i kanë pasur kushtet shumë më të vështira, janë ballafaquar me fenomene jashtëzakonisht më të rënda se sa gjenerata jone. Kemi privilegjin e kemi nderin e jashtëzakonshëm. Që disa tema t'i mbyllim përfundimisht për brezat tanë. Evropa, bota ndodhet në kohë shumë të trazuara. Do t'jemi shumë të mençur, shumë të kujdesshëm dhe me qenë se hapëm këtë bisedë dhe jemi në prag të 17 janarit. Borxhi që unë ndjej ndaj këtij vendi është borxhi që në radhë parë unë ndjej ndaj babait tim. Sepse kur ai ka mundur, gjitha i ka pasur, ka qenë shkrimtar i njohur, ka qenë i pranishëm në skenën artistike, ka qenë gazetar ku çdo ditë ka kontribuar në, ka qenë njeri shumë i dashur, edhe në fshatin prej ka ardhur, por edhe unë si vajzë e vogël e mbaj mend kur dilnim për dore nëpër Prishtinë, na ndaloni njerëzit dhe me shumë simpati. Pra kur një njeri që ka qenë i përmbushur tërësisht. Prapë në ato kohë kur disa patën filluar të besojnë që Jugoslavia mund të na jap fal disa të drejta, ka zgjedhur të aktivizohet politikisht, edhe të shkoj madje edhe në Gjermani dhe të punoj dhe ta paguaj me jetën e tij, ka qenë i ndërgjegjshëm babai për rrezikun. Nuk ka qenë rastësi. Unë mbaj mend momentin kur jam zgjuar në mëngjesin e datës 18 janar për shkak se ne fëmijëve nuk na ka zgjuar mami natën. Edhe kur më ka treguar mami që është bërë atentat ndaj të treve, unë është e çuditshme, mirë, po unë nuk jam djerë e befasuar. Pra, mbani mend atë moment? Atë moment e mbaj mend më shumë se gjithçka tjetër në jetën time. Sepse është ai momenti prej kur unë kur më nuk kam qenë më një fëmijë i zakonshëm me ëndra të zakonshme. Dhe unë atë e mbaj mend që nuk më zhdukur befasi. Pra mund ta imagjinoni në çfarë rrethanash dhe çfarë situate kemi jetuar në ato 2 vite në Gjermani, kur një fëmijë 10 vjeçar ndihet shumë i tronditur, por jo i befasuar nga fakti që dikush ka bërë atentat ndaj 3 vetëve para derës. Prandaj babai im ka qenë shumë i vetëdijshëm, bile edhe me shkrim e ka. Prandaj unë them që ta shfrytëzojmë këtë kohë të jashtëzakonshme në cilën jetojmë. Kosova tash nuk është më Kosova as e viteve 80, as e viteve 50, as e viteve 90. E kemi kaluar një luftë brutale kundër nesh. Të gjithë me potencialin ton minimal, secili prej nesh ka dhënë kontributin e tij për këtë ditë. Hajde të bëhemi bashkë, t'i lëm disa gjëra që janë të tepërta, edhe ta kuptojmë momentin dhe shansin që e kemi. A besoni që kaq vjet që ka kaluar, mund gjej një epilog të drejtësisë? Po flasim për Gjermani, po flasim për një shtet ndër më të zhvilluarit. A besoni që mund ta jep një verdikt gjykata gjermane të drejtë lidhur me këtë rast? Ka pasur gjatë viteve të fundit një vendim të një gjykate të lartë gjermane në Bavari për një rast të ngjashëm, një atentat ndaj një disidenti kroat, Đureković. Stjepan Đureković. Ai më ka bërë pak më optimiste, për shkak se mendoj që struktura e UDBA-s në atë kohë, pra struktura urdhërdhënëse, goxha sakt është sqaruar në kuadër të atij gjykimi. Ai është një gjyqtar i cili ka punuar kohë gjatë edhe në Bosnjë. Dhe mendoj që sot besoj më shumë se sa që kam besuar në vitin 2010. Që mund gjendet, që mund të gjendet. Shikoni, dorasi dihet, janë gjithmonë kriminal të cilët paguhen edhe të cilët shkojnë kryen. I kanë pasur, UDBA i ka pasur skuadrat e veta që kanë kryer atentate të shumta në botën e jashtme. Kryesisht kanë qenë pjesa e kriminalëve.